Të na është e mira se i gjindemi njëri tjetrit. Sot ekziston edhe Google, ekziston edhe ChatGPT-ja, ekzistojnë edhe 1 milion, mos e ke njerëz të cilët vetëm pak, lutem. Me siguri që janë profesionale, po këshilla mundesh me marr ku don. Ti përgjigje ke me marr kur të lipsh. A mund me të bëj dëm ndonjëherë sa ato se unë me gjetë përgjigjen e gabuar? Me siguri që mundën me të bëj dëm. Gjithsesi mundet me të bëj dëm gjithçka që e tepron ose që e kaq. Po ke mundësi me lexu edhe kënej edhe anej, edhe pozitiven edhe negativen. Ti përgjigjen duhesh me gjetë vetë, nuk ta gjen psikologu. Unë jam trajtu shumë shpesh, edhe të psikologët, edhe psikoterapistët, e hipnoterapistët, e regresoterapistët, kam shoqëni gjanë njerëzve që merren me këta punë. Se unë kam lyp drejtimin tëm shpirtëror. Por jo gjithmonë ta jep përgjigjen. Përgjigjen e ken vete. Psikologu, psikoterapisti të ndihmon me gjetë rrugën ti. Është e vërtet kjo. Por, po du me thonë, sa jena natë sinqert me atë se si ndihemi. Këtu të është du me hap një fush tjetër. Nëse dikush na ka anketu, shtresa ma e pa lumëtën, jo vetëm në Kosovë, në botë, është shtresa e njerëzve në moshën e mesme. Sepse ata janë në një krizë identiteti, duke marrë parasysh që rinia ka kalu, shansat e mëdha e kanë kalu, deri me 30 vjet ti ke kuptu për çka je, për çka s'je, prej 30 deri në 50 mundohesh me arrit sa më shumë që t'jetë mundën, mas 50-ve fillon me ra entuziazmi, gjithçka bjen, fuqia e tona tjerat, edhe fillon me u pajtu me situatën edhe me të arriturat që i ke bo. Dhe me thënë, që kjo mosha e mesme është kritike, e cila në fakt e prodhon edhe depresionin, edhe ankthin, edhe tona tjerat. Jo qenket. Ajo biologike, ajo hyrje, kemi që i bojnë asaj. Kemi pa tjetër. është biologike. Po jo, ideja jem ishte që unë jom aktor, me bo sot Kosovë, me pas nevoj për ma shumë aktor si që ka, diçka son regull. Jo, aktor ka shumë. Jo, po që do me thëmë, me bo me ndoj një nevoj për me pas ma shumë aktor. Mujna me bo që të sarit që nashta ka psikolog mjaftu shumë në Kosovë, që nuk po besoj që ka, po edhe po të keshte. Nuk po thëmë psikolog në numër, po thëmë në nevoj sa ka. Po unë menej që ka në nevojën shumë a shumë. Falni se nëse i kena mrena javës 3 raste vrasjes, edhe kërkoj djesë që po i cek edhe për shfryzoj raste mi shprej ngushlim edhe familje. Po nëse mrena javës ndodhin që të vrasje, edhe hajde hullumtojna dhe analizojna sa raste tjera i ki dhunës fizike, ngacmime seksuale, në hapësira publike, në universitetin, në shkolla, në sheshe, në rrugë, gjatë natës e tjere, unë menoj që jo që kemi nevoj për psikolog, po është gjendje alarmante në Kosovë, nevoja psikologut. Unë nuk e di që ka bojnë institucionet e shtetit, në falë nëse nuk ki je shtet demokratik edhe po tenton me u bu shtet evropian. Jenë vitin 2025 edhe në krye qytet ki shkolla dhe gjimnaze që nuk kanë psikolog, nuk e di qysh ki me eduku tani të që ato shkollës mesme që a i do të me shku në... Sepse unë menoj që psikologu duhet gjithmonë, jo veç kur je keq. Fiks. Apo kuptam kështu që unë nuk po thamë, nuk pe e anulloj këtë pozit, po thamë që nëse është nevoje theksume edhe është, do me thonë, psikologu shihet qysh e shohim na në Kosovë, se mdo këtë nuk e shohim qartë qysh është dhe qysh duhet. E nëse është nevoj shumë e madhe edhe është si breng, do me thonë pritë se kom nevoj me shku të psikologu se s'jo mirë, e është një nevoj e madhe për gjithshme e kësaj pune, atëherë diçka nuk në regull. Së është regull, sepse... A dim se së në regull. Këto që e cika, kjo tash individualizmi tepërt, kjo është globale. Nevoja për psikolog, nevoja madhe për psikolog është nevoj globale. Individualizmi tepërt për rastin e Kosovës. Po edhe për Kosovë, edhe kjo ka fillu. Jo, nuk mendoj si është i mirë. Gjithmonë ne ty e mos pasysh natyrën njerëzore, nuk është i mirë asë njëherë. Shkëputja e raporteve shoqënore, masandej këto rjetët sociale, kështu që ju e dini shumë mirë, në fëmijët në ditët e sodit rrinë në 90% kohës vetë, gjë e cila s'ka ndodhur përpara. Ai nuk është i socializum. Prandaj individualizmi, materializmi, gjithashtu, çfarë ka me prodhu? Ka me prodhu probleme të shëndetit mendor. Pse ka me prodhu? Sepse ti nuk je i përmbushur, ti je përmbushur në aspekte tjera, po ti emocionalisht, aspekti shpirtënor për ty ka mbet i papërmbushur, sepse ajo